Razma mbetet një ndër destinacionet më të preferuara turistike në veri të vendit, e cila vizitohet gjatë gjithë vitit, jo vetëm nga turistët vendas, por edhe të huaj. Me gjelbërim, klimë të freskët dhe panoramë të mrekullueshme, Razma ofron një përvojë ndryshe për çdo që kërkon relaks dhe ajër të pastër. Razma të ofron mundësinë e shumë llojeve turizmit. Nuk njihet, promovohet shumë pak dhe këto janë minuse nëse flasim, si më thënë, raport me atë që Razma është me kanë shumë më përpara se sa është momentalisht. Razma sot është një destinacion në destinacionet kryesore gjithëvjetore. Sot është hapja e sezonit veror. Unë mendoj që turizmi malor nuk ka hapje sezonit. Ka hapje me 1 janar dhe mbylljen me 31 dhjetor, që nuk është hapje mbyllje realisht, po është gjithëvjetor. Kjo është edhe e bukur dhe arsyeja edhe pse na kena ardhur këtu. Sepse mund të kishim shku me kosto krejt tjera në Bregdetit. Gjatë pandemisë, turizmi malor ka njohur një rritje të ndjeshme, pasi shumë qytetarë zgjollën natyrën dhe qetësinë. Shqiptarët janë ata që kryesojnë në numrin e vizitave në Razën. Kanë vite të vështira, sidomos deri në momentin e pandemisë, dhe pandemia ka pas problematikat e veta, por në raport me turizmin malor ka pas një bonus të jashtëzakonshëm. Edhe para Covidit kishte një raport 80% shqiptar dhe 20% huaj. Pak më mbrapa pranvera, po gjithsesi me Covidin edhe pranvera ka një rritje. Pra nëse flasim, turizmi malor ka një rritje të konsiderueshme të shifrave, të numrave të njerëzve që e shkelin malin. Pra edhe shqiptarët janë rrit, edhe numri të hujve arrit. Shqiptarët vazhdojnë me kanë numri kryesor. E vendosur mes gjelbërimit të Alpeve dhe ajrit të pastër malor, Razma ofron një kombinim të rrallë mes qetësisë natyrore dhe aktiviteteve të shumta sportive në natyrë, duke kthyer në destinacionin më të kërkuar për pushimet. Hujt e kanë pa diskutim edukatën e hiking, me lvizje në mal. Kena filluar edhe na me marrë këtë edukat dhe unë mendoj që është gjë jashtëzakonisht e mirë. Razma ka fatin me pas gjithçka që duhet brenda saj. Distancat e Razmës nga Razma për Theth, për Vermosh, për Shkodër, për Velipoj, janë shumë të shkurta dhe mund bëhet një turizëm ose një qëndrim, një pushim shumë aktiv. Pra jetu pushu dhe jetu marr maksimumin e xhanave. Unë e shoh për shembull, ka të huaj që rrinë edhe 5 ditë, 7 ditë, 10 ditë dhe çdo ditë shkon në një destinacion të ndryshëm. Nga shëtitjet në pyll tek sportet dimërore, Razma është zgjedhja ideale për pushime në çdo stin të vitit.